O i gru, hala bes janë që këta? Jo vëllajti njeri, edhe në jam të i pa. Drej ka u bo, ato halon gjumë. Gjënabre. Gjënabre do të me jardë, bre. Ramazan, këto halon gjumë. Bre. Qa me keqja njeri. Trishtim kur qohen, dyjat unë që ka të qune. Ku, që kam dhimin ata djem. Fare, pist, bre, po kanë aran bender neve këta, bre. A me dhe djem të tonë, viqa, së kur mës me pas, bre, si. Bre. Po qka kanë më bo njeri, edhe ata tash kanë fmise. Mos me nëse kanë leta së ta. Bisa kice e loqka. Shuj se pët njën, shuj bre se da ti po më bë nervës kër po folj qështu. Nuk shuj. Se pët njën edhe masi. Nuk shuj. Tanat njët i kam, edhe hala kajdim qesë. Allah i ka mua. Amen, falënderë dhe ty. Lej, po dolmi këtë qashia, unë i kru. Leja bese herët është tash, dolmi mas i kinijës që atëherë edhe... Pa më kina e punë, artave, po hezbe, vëllat, dolmi e falmi, edhe i kinin e falmi në qashi, edhe në kru kja, edhe qesh, shkej vakti. Do të me vëllo me shku ka shpia se gjithë notën grumë pa qefe, shkoj ta ja, qyri me qysho. Po lebe vëllat, se shpije sa te kina. Shkaj të borë që ka shtë madhe grynë, se si dush, si mas vama e ti riskën nëse duhet në dalin, që ka me po pishtin shpjone? Valla, pa të kalzoj rriqen një kur t'pikë është ti. Qire, hala, njës, që ka me po pishtin shpjone? Ani, hajde, po, valla, po, edhe kujtava mas të harem sigur gjithë që s'mërën bus. Ka isha mu ke bo me këtë bus, s'po di shka me thonë, edhe ty. Po Ramazan, qka shkon me vëllat të tollum, e gjerë bus, që ty, mas Ramazan janë shkon me rap në ere kërësi. Ndo këtë së një të i përbalu, hajde. Po të bje mollë shumë. Pave, as mirë dita, as mirë me gjest. Po. Soti na faju kena, qa ju kena vu, kur që s'jena të ju vu? Po fare fliq, bre. Fillim u dokshin si bube, bre, u dokshin. Kejt fajet i giti. Unë faj, po pse fajt unë? Shar faj kam dhe që mi ngrin hundë për petë. Se në fillim ju e pshe krah, thëshe ju jeni shtylle shpis, ju jeni të lira, bëni qka dëni, tash dëroj autorit që kënë vetë. Oj bia, njoni kish pas dhenë, e një dit ish dalë në pazar. Ai, Allah ile mos janes me këto mesele u konu bo tros. Po leja me letë fëllë, se për ty sigur të patë. O, ani ty ta gjujte. Kryta thej, ti mu jemi Ku jeni mëre, marrë me jarë. Po bërë se ato qenë kur hanë. Me marrë, vetë janë isa tu me kalzu për atë njërin pazar, qase mesele pa lidhje. Mre dashta me ju kalzu, bre, se i kim dhja mara po thirë ju hene salan po heni, bre, marrë. Leo njere, Leo, më su përzite. Shujte, vesh të shuj, se ti krejt që të fesot e i kollë. More, ju jeni të ma pru punën, ja unë me darë për shpije, ja juve mi u qitë. O, vetë së të ngua jemi, se o më ti kisha dalë. Shime, ke këshia me ke qenën e qysh spiriton beton ditën e më.
Shkojnë dhe ka shpia se sa dhe këna te pru pak. Po që ka e kite Do me me thonë me nejtve që u dhe të osilë. Shkojnë pak edhe ka shpia si edhe pak. Ka Ramazan, abe, mos po dalme mos Ramazanit, unë të qështu me hupo. Po edhe që kime bo në shpia? Gjellën kime bo t'ja? Po që kina digrana në shpi? Do pash zotin. Mirë, bro, mirë, për... Mirë o konë mësirë të shpi. Bili ku menu... I morëm për në i ditë kejtë shkojnë në një restorant, në i po në home, në iftar. Për iftara? E meritojnë. Mirë të ka kujtu. Valla po ama, babën edhe nonën jo. Shkojna veç me gratë. Qa e kam e në medve? Që ta thashë unë, shkojna krejt me gratë balve këna ndonë. Hajde be mu se pale që ka me më thonë aja jemja, pse jam vanu tash. Hajde, hifë në drejtë në shpion, hajde. Prejtë se s'ka me edhe palesa. Që kina me bona dhe prejtë ka vakt? Qysh me shku be se dim vakt iftarit 50 herë azab ka me mbaje jemja. Ku jem ka? Qysh jem ka? Pse jem ka? Pse se kom t'im telefon? Hajde. A ko iftare i nuse? Po, more ka që nusja ta bën. Që po këshyrë renin e ki. Moj ti të babajot ke 4 net? Kush ka pregadit këto? Unë e 4 iftara i kum pregadit. Më falë se do ashtu në prej babes më ardhe me ta boj iftarin ty. Qumë i ka bëne? Hej, as njet nuk e kam. Qush ka dush ban? Le, as njëna më sta preke. Se ha iftarin e juve. Nuk e ha. Moj bijat e mirë. Hiq pa ju nuk keni. Se me pas gjet ju burë, me 2 rëja, ju kisha kalzun e juve cila i shqu e cila nuk i shqu me bo buken. Bre marë ju kuft, i shola e vlat e juve, ja vojnë qështu. Marja zotit. Me ta bo bia jote, s'ka ma keq. Po me ta bo bia dikujt, ja, ka arë fundi botës. Po, s'ka në faj, edukata jipet 20 vjetë pa lind fëmija. Ja, ma mirë, ti këshu marë 2 gjatë në shpe, se 2 nuse me thera. Valla po, mire ki qëto. Kjo që keni djemë ti keni marë nuse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falenderimet dhe lavdrimet kulmore i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Ndërsa selamet dhe salavatet tona i dërgoj Muhammedit sallallahu aleyhi ve selam. Nga filmi që e pam, sot do të flasim për disa këshilla për një familje të lumtur. Pothuajse në çdo shtëpi ka probleme të ndryshme mes burrit dhe gruas, apo mes nusës dhe vjehrës. Këto probleme nganjëherë janë edhe më të mëdha sa që çojnë në prishjen e marrëdhënieve deri në divorc, edhe janë të mëdha mes djalit dhe nusës, aq sa çojnë në prishjen e kontakteve mes prindërve dhe djalit, deri në mos kontaktim mes tyre dhe mos kujdes ndaj prindve. Ne kemi ndarë disa shkaqe, e të gjitha nuk janë këtu, mirë po do t'i cekim vetëm disa. Shkaqet të cilat vijnë nga nusja, shpeshherë janë të natyrës së paragjykimeve që kanë nusët për vjehrat e tyre, në bazë të asaj të provojave në familjen e nusës. Se dikuj prej nusës i ka ndodhë kështu, apo ashtu. Ndërsa shkaqet që vinë prej vjehrave, janë të natyrës së ankesave,
se djali i tyre nuk po kujdeset aq sa duhet pas martesës për nënën e tij, se nuk po ndan kohë të mjaftueshme për nënën e tij e ankesa të tilla, duke harruar nëna se djali i saj tashmë është martuar dhe janë shtuar obligimet dhe ai patjetër duhet të ndajë kohën e tij edhe me nusën. Vjehrat dhe nuset kur t'jetojnë së bashku, është edhe një shkak i theksuar, sepse vjehrat shpesh herë luajnë rolin e mbretreshës së shtëpisë, madje ato dëshirojnë të jenë dominuese dhe të kontrollojnë gjithçka që bëhet në shtëpi. Dhe kjo ma vonë çon në probleme të mëdha midis familjarëve dhe pse jo mes nusës dhe vjehrës. Problemet nga njëherë vinë edhe prej vetë bashkëshortëve, të cilët, posa të martohen, dëshirojnë që ta mbizotrojnë dhe ta posedojnë bashkëshortin vetëm për veten e tyre. Pra, nusja dëshiron që burri i saj të angazhohet vetëm me të ndaj kohë vetëm për të, dhe të ndaj mjete ose të shpenzoj vetëm për të. Po ashtu, ka nga burrat të cilët shpesh herë ka ndodhur dhe ndodh që i izolojnë gratë e tyre dhe i largojnë nga prindrit dhe familjarët e tjerë të nusës, cili do t'jetë partneri i privuar nga e drejta e tij për të takuar dhe për të kaluar kohë me prindrit dhe familjarët e tij, ai më vonë do të shkojë në hakmarrje. Më herët ka ndodhur shumica kanë qenë burrat ata të cilët i kanë distancu gratë nga familjet e tyre. Njëjtin gabim sot e bëjnë nuset me burrat e tyre duke i larguar dhe distancuar plotësisht nga familja e tyre. Pa marrë parasysh prej cilës palë vijnë problemet, të trija palët ose të gjithë në familje i këshillojmë për frikë ndaj Allahut, sepse në mungesë të frikës ndaj Zotit, palët të cilët janë më të forta, më dominuese në familje, do ta dëmtojnë palën e dopt. Për shembull, djali dhe vjehra do ta dëmtojnë nusën, ose djali dhe nusja në pleqëri do ta dëmtojnë vjehrën. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Mos frika ndaj Allahut mund të çojë edhe në mëkate të mëdha siç janë përgojimi dhe shpifja. Sigurisht, nusja mund ta përgojoj vjehrën e saj ose të shpif për të tek djali dhe tek familjarët e saj, apo vjehra mund ta përgojoj dhe shpif nusën te djali dhe familjarët e tjerë të saj. Nusja me të filluar jetën në familjen e re, sigurisht që duhet të ketë shumë parasysh të mbështetjet fortë Allahut, sepse mbështetja në Zotin do t'ja lehtësojë asaj sprovat dhe ambientimin në familjen e re. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot, kushdo që i mbështetet Allahut, do ta gjejë atë. Pra do ta gjejë Allahun ndihmës. Këshillojmë nusën që vështërsitë gjatë martesës t'i kaloj me namaz. Pra mos largohet nga falja e namazit, nga dhikri, përmendja e Allahut, nga agjerimi dhe tjera obligime ndaj Allahut xhaleshanuhu, sepse kryerja e obligimeve ndaj Allahut e çon nusën dhe çdo person tjetër të ketë një zemër të qetë dhe jetë lumtur. Po ashtu, këshillojmë nusën të jetë fjalë mirë dhe ndihmëse në veprat e mira, në çdo vepër të mirë, jo vetëm ndaj vjehrës, mirë po edhe ndaj antarëve të tjerë të familjes. Këshillojmë atë t'ju shërbej prindërve të burrit, ashtu siç ju shërben prindërve të saj, dhe t'i konsideroj ata si prindër të saj të dytë. Pa harruar me përmend një fjalë të urtë popullore e cila thotë, çka të mbjellësh edhe do të korrësh. Po ashtu ndër këshillat që kemi përzgjedh është që nusja t'i bëj shpesh dhurata vjehrës ose dhe vjehra nusës, sepse kjo çon në dashuri mes tyre. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, dhuroni dhurata në mënyrë që të duheni.
Këshillojmë nusën që ta nxit burrin e saj në bamirësi ndaj prindërve të tij, sepse duke kujtuar se sikur ajo që është dynjaja e burrit të saj, edhe nëna e tij është ahireti i tij. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: dynjaja ka shumë begati, ndër begatit më të mëdhaja të dynjas është gruaja e mirë. Ndërsa kur ka këshilluar për nënën ka thënë: qëndroj pranë asaj, sepse xheneti është nën këmbë të nënës. Ne kemi ndarë disa këshilla edhe për vjehrën. Vjehra sigurisht nuk do ta konsideroj nusën ortake, por do të jetë këshilluese e nusës dhe ta konsideroj atë si vajzën e saj. Të mos e konsideroj nusën si njeri të përsosur, sepse ajo është ende e re dhe mund të gaboj. Pastaj, këshillojmë vjehrën të jetë ndihmëse e nusës në punë dhe në vështërsi që të kaloj nusja në fillimet e martesës, gjatë shtatzanisë dhe në kohën e paslindjes, sepse nëse i ndihmon asaj në proceset vështira si që janë lindja, paslindja, shtatzania, nusja sigurisht nuk do të harroj asnjëherë këtë bamirësi dhe në të ardhmen kur vjehra do të ketë nevojë, nusja do t'ja kthej këtë bamirësi. Këshillojmë vjehrën të mos i përhap të metat e nusës, por t'i përhap të mirat e saj. Këshillojmë po ashtu që ta respektoj familjen e nusës dhe të bëj shumë dua për djalin e saj dhe familjen e re të djalit të saj, sepse ajo është nën dhe patjetër që duat e nënës pranohen. Në këtë mes nuk mundem të i kalojmë disa këshilla edhe për burrin. Burri duhet së pari të largohet nga haramet, nga imoraliteti, nga fjalët e këqija, sepse të gjitha këto ndikojnë në sjelljen e keqe të gruas së tij dhe të familjes së tij. Burri duhet të jetë i drejtë me të gjithë, të mos flas fjalë të pahishme, të mos e rëndoj gruan me fjalë të këqija për familjen e saj dhe të mos lejoj që gruaja të flasë keq për nënën e tij. Këshillojmë patjetër burrin të largohet nga shokët e këqij, të mos e bëj shprehi daljen e shpesht dhe vonesën për në shtëpi, sepse qëndrimi i tij në shtëpi është mburoj për familjen e tij. Patjetër, për fund, ne kemi zgjedhur një ngjarje e cila ka ndodhur në kohën e Omerit radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu u njihte për drejtësinë e tij dhe një njeri i cili kishte probleme me gruan e tij, sepse e ofendonte dhe e ngriste zërin para tij, nuk e respektonte, u nis tek Omeri radiallahu anhu që t'i ankohej atij. Por posa shkoj tek shtëpia Omerit radiallahu anhu, ai ndëgjoi disa zhurma të mëdha të cilat vishin nga Ummu Kulthumi, gruaja e Omerit radiallahu anhu. Aq shumë vërtetste sa që u ndite larg nga shtëpia. Dhe ky burr hoqi dorë nga ankesa e u kthy. Pra, kur e ndëgjoj me një fjalë se qa po heqka Omeri, pse ti ankohem unë. Dhe në këthim e sipër, Omeri doli jashtë nga shtëpia dhe e pa burrin duke u kthyer. Dhe i tha, çfarë dëshirove? A dëshirove diçka nga unë? Burri i tha, unë, o Emirul Mu'minin, erdha të ankohem të ti për gruan time, e cila nuk po më respekton, po më ofendon. Dhe kur e pash se puna jote nuk është më e mirë se sa e imja, atëherë hoqa dorë. Dhe pastaj Omeri tha, unë ja kam njoft të meritat, të mirat gruas time, sepse ajo është mburoj për mu mes meje dhe zjarrit xhehenemit. Zemra ime qetësohet te ajo. Ajo është kujdestarja fëmijëve të mi, mi edukon ata. Ajo lan për mu, më ushqen dhe në mungesën time ajo kujdeset për shtëpinë time. Burri tha, po këtë njëjtën gjë e bën edhe gruaja ime. Atëherë Omeri tha, njihja meritat gruas tënde.
kushtoj më pak vëmendje të metave të saj dhe fale. Për fund, ju urojmë që të gjithve të keni familje të lumtura dhe jetë lumtur bashkëshortore. Pa harruar, në fund, t'ju uroj agjërim të pranuar dhe vepra të shtuara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.